unë e kam thënë personalisht, e kam thënë në studio, e kam thënë për Muçin, pse nuk aktivizohet Muçi. Që Muçi për mendimin tim është një talent shumë i mirë dhe një lojtar me vërtet shumë i vlefshëm me një vlerë të caktuar, gati 15 milionë euro, luante te Beşiktaş, luante te Trabzoni. Kështu që ai ka parë të arsyeshme dhe rezultatet e kanë treguar që ai është me të vërtet njeriu që i është dashur dhe i duhet kombëtares. Dhe për këtë pjesë ne duhet ta unë personalisht nuk duhet ta diskutoj më që ndërhyn menaxherët apo ka. Ati bravo i qoftë se ka arrit rezultatin. Sa për Medon Berishën Berisha është një djalë, një lojtar fantastik dhe është fat që ne e kemi atë në kombëtar. Një djalë 23 vjeç, ka dalë disa javë për javë, shikojmë që shënon gola, bën asist, lojtari ndeshjes. Kështu që rezultatet tani kanë dhënë drejt Silvinios, por për mua Medoni duhet ishte në formacion. Këtë do të ishte apo si do të luante është punë tjetër, po e meriton të ishte në formacion me formën që po kalon dhe me ato cilësi që ka. Prandaj ne themi shpesh që të gjithë njerëzit gabojnë, të gjithë ne gabojnë, por është më mirë që të gabojmë ne si gazetarë se sa të gaboj Silvinio, sepse do të kemi më pak dëme nëse do të gabojmë ne. Kështu që koha i dha të drejtë Silvinios me Muçin, edhe me shumë raste të tjera besoj. Po, dhe me Anis Mehmetin edhe me lojtarë të tjerë. Patjetër. Tani për ta mbyllur Skerdi duhet të bëjë një pyetje të fundit, kam këtu përpara syve listën dhe ndarjen e vazave, të paktën deri tani është një faqe shumë specializuar e cila ka dhënë një tjetër listë nga ajo që ka qarkulluar në media deri tani, për mënyrën se si do të jenë ndarë 4 vazat dhe 2 kundërshtarët e Muçën që do të ketë Shqipëria për të shkuar në botëror. Pra jemi për fazën play-off. Vaza e parë është Italia, Turqia, Ukraina dhe Polonia. Në vazën e dytë ndodhet Walesi, ndodhet Hungaria, ndodhet Skocia dhe Çekia, ndërsa në vazën e tretë gjendet pikërisht Slovakia, Rumania, gjendet Shqipëria dhe Kosova. Pra, sipas rastit në fjalë, sepse vaza 4 ne nuk i kemi jashtë lojën, në rast nuk ta duhet, sipas kësaj ndarje të vazave, Shqipëria dhe Kosova ndodhen në vazën e tretë dhe me pikët që kanë 1400 e 1285 pikë, është sigurt që të dy këto kombëtare apo kombëtare shqiptare përfaqësuese e Kosovës nuk mund shkojnë dot në vazën e dytë. Marrim për bazë rastin në fjalë dhe për të shpjeguar njerëzve, ndeshja gjysmëfinale do të jetë pot 3 që do të ndeshet me pot 2 dhe pot 1 që do të ndeshet me pot 4. Ndërkohë në ndeshjen finale do të kemi një përballje me pot 1, ku do të luhet në një fushë e cila do të përcaktohet me short, ndërsa në ndeshjen gjysmëfinale, sipas të gjitha gjasave, pa nuk patë ndryshime të mëdha, Shqipëria e luan në transfert. Dhe për ta nisur nga këtu, Skerdi, atëherë në gjysmëfinale ne do të përballemi me një nga këto 4 ekipe duke marrë për bazë të ranglistë. Walesi, Hungaria, Skocia dhe Çekia. Për ty, kush është varianti më i mirë dhe varianti më i keq? Për ta luajtur në transfert. Për mendimin tim janë gjitha ekipe që janë niveli jonë, nuk është se kanë nivel më të lartë se ne. Ne kemi provuar me Çekin ku i kemi mundur 3-0, kemi bërë dhe barazim atje 1-1. Skocia, mendoj që Walesi është ekip goxha i fortë. Është për t'u evituar. Urdhë, më fal? Është ekipi për t'u evituar në këtë pot 2. Po, mendoj që është ekipi për t'u evituar sepse aspekti i lartë, ata kanë disa karakteristika, pra aspekti fizik që dominojnë me lojtarë shtat lart, janë një ekip që kanë pasur ndër vite, kanë pasur lojtarë yje dhe kanë milituar në kategori, po themi, ose pra gjithkohën kanë marrë pjesë në për kampionate europiane apo dhe botërore. Pra kanë qenë pjesëmarrës dhe kanë eksperiencë desha të them. Po mes Hungarisë, Skocisë dhe Çekisë më jep një zgjidhje sipas se kush do të ishte për ty më e mirë. Hungaria. Ose edhe Çekia apo Hungaria, mendoj që do ishim. Dhe për ta unë besoj që ne do ta kalojmë. Dhe për këtë jam i bindur, nëse ekipi jon kombëtar, pra nëse ekipi shtrëngohet, të luajë si me Serbinë apo të bëjë ndeshje, pra shiko, që mos kthehemi prapë nga fillimi thjesht me dy fjali. Ne kemi pas problemin te vetja. Pra, ndërmjet njëri tjetrit dhe grupimeve që kanë qenë aty. Në momentin që aty ka frym, ka harmoni, nuk ka, sepse shpirti jon shqiptar është shumë i madh. E kupton? Dhe karakteri ynë për post lojtarëve, sepse ne kemi lojtarë dhe që nuk luajnë fare në ekipet e tyre dhe vijnë këtu dhe të shqyejnë. Po e them në thonjza, po e them po e them, po e ul
po e them në tamam shqip. Pra vinë këtu dhe luajnë në mënyrë shumë të mirë dhe luajnë me vrull, luajnë me grind sepse kanë vënë shpirtin në fushë. Pra dhe kjo është, nëse ka harmoni dhe nëse ka po themi bashkim në ekip, pra të është një ekip i luan si një trup, le të luajmë kundër të bjerë kundër me këtë ekip. Pra. Kjo është në vazën e parë që ndodhet dhe në vazën e parë që ndodhet Itali, Turqi, Ukrainë dhe Poloni. Italia është ekipi normalisht më i fortë. Dhe Turqia është ka goxha ekip mirë, po nuk mendoj që ka ndonjë, po them, diferencë jashtëzakonisht të madhe. Vetëm Italia, Ukraina dhe Polonia pse. Edhe Polonia dhe Ukraina nuk është se kanë ndonjë diferencë me ne. Po, veçanërisht Ukraina ne kemi mundur në transfer, kështu që absolutisht. Pra, që të kuptojmë, ne kemi arritur një nivel mjaft të mirë në futboll. Dhe kjo është vënë re jo vetëm ndeshjet e fundit, por gjitha kompeticionet që ne kemi marrë pjesë që mbas pra që nga Europiani. Pra nga eliminatorët e Europianit dhe vetë Europiani, ku kemi bërë paraqitje shumë dinjitoze dhe Silvinho ka bërë një, po them, ka ruajtur frymën e grupit në shumë ndeshje dhe ka punuar mirë edhe në aspektin tekniko-taktik. Thënë kështu, ne jemi bërë një ekip që i paparashikueshëm dhe një ekip një kockë fort. Nuk është se na mundi do të kollaj, do ta shohim dhe me Anglinë. Do thon njerëzit ose do themi ne që ne tani tashmë jemi kualifikuar, Anglia para e grupit dhe ne të dytë. Okej, por ata luajnë me yje dhe kanë për të futur yjet këtu. Nuk është se kanë për të luajtur me se dhe me Serbinë luajtën me ekipin e parë, nuk është se luajtën me ekipin e dytë. Pashka disa, po themi Bellingham apo si disa lojtarë, 2-3 lojtarë të tjerë që ishin në stol dhe u aktivizuan pjesën e dytë. Dhe kemi për ta parë këtu që ka për të qenë një ndeshje shumë e bukur dhe një ndeshje e hapur dhe një ndeshje e luftuar. Dhe rezultati mendimi im ka për të qenë shumë i ngushtë. Ka për të qenë i ngushtë në favor të Anglisë. Po, absolutisht që po, sepse do luajnë të dy. Përpos që kjo është një ndeshje vitrinë Anglinë, domethënë normalisht në këtë fazë lojtarët tani shikojnë gjithë skautët në botë. Dhe normalisht e kemi thënë më parë që duan të shfaqin dhe të japin vlerat e tyre në fushë, ku të shfaqin të promovojnë veten e tyre, pastaj normalisht dhe të marrin rezultatin dhe të bëhen më mirë, të bëjnë mirë për kombëtarën e për vendin e tyre. Prandaj do jetë një ndeshje shumë e luftuar dhe një ndeshje jashtëzakonisht e bukur sepse janë sytë e shumë skautë dhe në sytë e botës. Kjo ndeshje do i trajtohet si ndeshje vitrinë. Normalisht luhet kundër Anglisë. Okej, Skerdi, shumë faleminderit që ishe pjesë e jona dhe do të jemi sërish bashkë për të komentuar me shumë mundësi të shkruajtjes së playoff-it. Kënaqësia ime, faleminderit. Faleminderit.